Faleminderit shumë, mirëmëngjes të gjithëve të dashur miq, kolegë dhe partner. Shumë e dashur Nancy, e nderuar kryetare kuvendit Zonja Agjiu, të nderuara deputete në kryetare të kuvendit, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të komunitetit diplomatik, të nderuar ambasador, të dashura gra e vajza. Ka disa momente që nuk kërkojnë fjalë, të paktën jo shumë fjalë, por kërkojnë të vërtetën. Dhe ky është një prej tyre. Java e gruas ka qenë një ndër platformat e para që më ka dhënë zë. Ka qenë një ndër vendet e para që më ka mundësuar të flas. Çdo herë kur zëri im tentohej të ndalej. Prandaj si çdo herë, edhe sot është kënaqësi të jem në mesin tuaj. Por këtë herë kjo paraqitje është shumë e veçantë. Ndërsa mandati im si presidente po i ofrohet fundit, disa gjëra bëhen shumë më të qarta. Disa të tjera marrin peshë shumë më të madhe. Dhe mes tyre, java e gruas nuk mbetet thjesht një ngjarje në kalendar. Është një pikë orientimi, një kompas, një udhërrëfim, një kujtesë e vazhdueshme se rrugtimi ynë nuk ka kuptim, përveç nëse asnjëherë nuk harrojmë përse e kemi nisur atë. Në fillim ishte një hap, pastaj ishte një zë, e pastaj u shndrua në përgjithësi. E java e gruas ka qenë aty në secilën fazë. Si ato shtyllat që nuk bien shumë në sy, por e mbajnë në këmbë një ndërtesë të tërë. Ka qenë vendi ku forca nuk është trumpetuar, por është ndërtuar. Ku bindjet asnjëherë nuk janë imponuar, por janë pjekur. Prandaj mirënjohja ime është e thellë dhe e drejtë për drejtë. Faleminderit të gjithëve, veçanti të gjithave, që e keni bërë këtë hapësirë e këtë platformë të qëndrueshme dhe jashtëzakonisht të vlefshme. Gjatë këtyre viteve kam pasur privilegjin që të takoj gra që nuk përkufizohen asnjëherë nga kufijt që u janë vendosur, por nga horizontet që vetë ato i kanë hapur. Gra që ndrestare në thelb, të guximshme në veprim, vizionare në mendim dhe inovative në secilin hap që e hedhin. Secila prej tyre një botë më vete, me historinë, me dhimbjen, me forcën dhe me dritën e saj. E pikrisht në këtë shumësi qëndron bukuria e vërtet e gruas. Nuk ka një formë të vetme të fuqisë së saj. Ajo shfaqet në mënyra të ndryshme, por gjithnjë me të njëjtin qëllim, që mos të ndalet para asnjë pengese. Dhe dita ditës pa zhurmë të tepruar, por me një këmbgulje të pashoq. Këto gra po vazhdojnë të thyejnë tavane të padukshme, ato glass ceilings që për vite me radhë janë konsideruar si kufi të pakalueshëm. Jo me një goditje të vetme, por me një vazhdimsi që thyerjen e tyre bën të pashmangshme. Çdo arritje e grave është një qarje në atë tavan. Çdo zë i ngritur është një dritë që depërton përtej tij. Dhe kështu ajo që dikur dukej si një strukturë pathyeshme, sot po shndrohet në një kujtim të një kohe që nuk do të mund të kthehet më. Sepse kur gratë vendosin të ecin përpara, jo vetëm për vetveten, por për njëra tjetrën dhe për një shoqëri të tërë, historia dhe askush tjetër nuk ka më fuqi që t'i mbaj peng. Zonja dhe zotri, 5 vite më parë kur mora detyrën si presidente e vendit,
Nuk e pash atë si një kulm të rrugtimit tim, sepse realisht nuk ishte. Ishte një fillim. Ishte pikrisht ai moment kur filloi përgjegjësia më e lartë. Sepse kalimi nga përfaqësimi në përgjegjësi është një nga proceset më të vështira në politikë. Sepse aty përfundon simbolika dhe fillon pesha reale e vendimeve. Aty nuk mjafton më të jesh thjesht i pranishëm. Duhet të jesh e drejtë, e qëndrueshme, e gatshme të përballesh me pasojat pavarësisht se sa të mëdha janë ato. Kur mora këtë detyrë dija se nuk isha vetëm. Askush në fakt që vjen nga një histori si kjo e jona, nuk është kur vetëm. Me vete kisha zëra që nuk dëgjohen lehtë. Zëra që shpesh janë lënë në heshtje. Kisha pritje të atyre grave që ende presin të kenë hapësirë. Dhe mbi të gjitha kisha një detyrim të qartë, që pushteti asnjëherë të mos jetë privilegj, por vetëm shërbim. Gjatë këtyre viteve kemi bërë përparim. Institucionet janë forcuar, hapësira për gratë është zgjeruar, dhe ndoshta më e rëndësishmja, kemi dëshmuar se leadershipi me integritet nuk është dobësi, por është standard. Është standard i cili duhet të vazhdohet. Por si përherë, edhe tash historia e dëshmon, që çdo përparim gjithnjë e ka edhe një kundërpesh. Dhe koha e fundit e ka dëshmuar këtë. Në javët e fundit, puna ime është përballur me një fushat baltosëse që për qëllim nuk e ka kritikën. Dhe nuk ka të bëj as pak me llogaridhënien. Është diçka tjetër, shumë më e ftohtë, e krejtësisht e qëllimshme. Është përpjekja për të zhveshur një njeri nga dinjiteti i tij njerëzor, për ta kthyer në objekt, për ta krahasuar me kafshët më të egra, për ta zëvendësuar të vërtetën me imazhe të manipuluara, gënjeshtra që përsëriten aq shumë derisa dikujt mund t'i duken të vërteta. Imazhe që krijohen për të lënduar dhe për të shkatruar vlerat më të larta njerëzore që e kanë mbajtur popullin ton bashk në kohët më të rënda. Fjalë që nuk synojnë debat, por shkatrim dhe eliminim. Dhe për këtë arsye duhet të flasim, jo si viktima, asnjëherë si viktima, asnjëherë, por si mbrojtëse të demokracisë, vetëm si mbrojtëse të demokracisë. Sepse kur propaganda mund ta kthej çdo në tradhtar brenda natës, kur e vërteta mos ka as pak rëndësi, kur dinjiteti gjithnjë shndrohet në dëm kolateral, atëherë e tërë demokracia është në rrezik. Prandaj leadershipi i ndjeshëm ndaj gjinisë nuk është luks, është domosdoshmëri dhe kërkon institucione që nuk heshtin. Kërkon që të mbajmë përgjegjës ata që përdorin teknologjinë dhe e shndrojnë në propagandë, që shfrytëzojnë dezinformimin dhe që besojnë që narrativa e tyre mund të ruhet vetëm e vetëm nëpërmjet friksimit. E një shoqëri që mësohet me një narrativ të tillë e humb në tërësi e humb busullën morale. Mirë, po kjo nuk është luftë vetëm ndaj një personi. Është një mesazh i drejtë për secilën grua, për secilën vajzë që mendon të hyjë në jetën publike. Është mesazhi që thot se për gratë në politik, ky është çmimi që do ta paguash, apo edhe ndoshta më i lartë. Dhe pikrisht për këtë arsye kjo nuk është më çështje personale. Është çështje e demokracisë. Sepse demokracia nuk rrëzohet vetëm nga krizat e mëdha. Ajo dobësohet ngadalë, kur e vërteta relativizohet, kur e vërteta goditet dhe bëhet tërësisht e parëndësishme. Kur shpifja bëhet mjeti kryesor, kur dinjiteti njerëzor trajtohet si pengesë e jo si vlerë. Një shoqëri që mësohet me këtë humb diçka thelbësore, aftësinë për ta dalluar të drejtën nga e padrejta,
të vërtetën nga e pavërteta. Dhe kur kjo ndodh, të parat që gjithmonë tërhiqen janë vajzat e reja. Ato që realisht do duhej të vishin pas nesh, të zënë vendet tona. Ato që do duhej ta dërgonin këtë vend përpara. Sepse ato fillojnë të pyesin, a ja vlen? A ja vlen? Dhe nëse përgjigja është jo, atëherë humbja më kur nuk është individuale, është kolektive, është e të gjithë neve, është e të gjitha juve. Prandaj po e përsëris. Leadershipi i ndjeshëm ndaj gjinisë është domosdoshmëri. Nuk mjafton që gratë thjesht të jenë të pranishme në tavolinë. Ato duhet të jenë të sigurta aty, duhet të dëgjohen dhe duhet të kenë mundësinë që të vendosin pa frikë. Kjo kërkon institucione që nuk heshtin përballë dhunës, që e njohin dhe ndëshkojnë atë, qoftë ajo fizike, verbale apo digjitale. Kërkon përgjegjësi. Dhe përgjegjësia nuk është abstrakte. Ka emra dhe ka pasoja. Megjithatë, pavarësisht gjitha këtyre, le të jemi të qartë për një gjë. Unë nuk qëndroj këtu sot para jush e lëkundur. Përkundrazi. Çdo sulm e bën më të qartë luftën që e kemi përpara. E bën më të qartë çdo betejë për të vërtetën. Sepse vetëm ata që e sfidojnë një rand të bazuar në frikë, provokojnë një reagim kaq të fortë. Kjo nuk ka të bëjë më me politikën ditore. Kjo ka të bëjë me mbrojtjen e vlerave njerëzore. Kjo ka të bëjë edhe me frikën nga barazia në fakt. Dhe kjo do të thotë se jemi në rrugën e duhur. Sot kur shikoj pas, nuk numroj si suksese vetëm vendime apo reforma. Mendoj për hapësirat e reja që janë hapur për gra e vajza në çdo sektor, përfshirë në atë të sigurisë. Mendoj për zërat që janë bërë më të fortë. Gëzohem për guximin që është bërë më i dukshëm. Dhe nëse puna për ta forcuar shtetin ton, për të fuqizuar gratë, për ta ofruar vendin ton me aleatët, për ta bërë zërin e Kosovës të dëgjohet kudo në botë me dinjitet. Nëse kjo është arsyeja pse dikush sulmohet, atëherë përgjigjja është shumë e thjeshtë. Kjo punë nuk do të ndalet. Kjo punë do të vazhdoj. Pa zhurmë të panevojshme, pa hezitim, sepse disa rrugë nuk zgjedhen sepse janë të lehta, por zgjedhen sepse janë të drejta. Zonja dhe zotrinj, gratë në leadership nuk duhet të jenë përjashtimi. Përjashtimi nuk ndryshon rregullin, është norma ajo që e ndryshon rregullin. Dhe për ta bërë normë, duhet më shumë prani e sigurt, duhet qëndrueshmëri, duhet mbështetje dhe duhet vendosmëri kolektive. Sepse përfaqësimi pa përgjegjësi është i brisht, ndërsa përgjegjësia, kur ndahet me të tjerët, kur promovohet, ka fuqinë të ndryshojë jo vetëm institucione, jo vetëm shoqërinë, ka fuqi ta ndryshojë botën. Këto 5 vite nuk kanë qenë të lehta, por kanë qenë vite kur qëllimi ka qenë i qartë, vite gjatë të cilave kemi punuar që përfaqësimin ta shndrojmë në ndikim real për vendin tonë dhe përgjegjësinë ta kthejmë në vendimarrje që hap rrugë për gratë dhe vajzat në çdo nivel të shoqërisë. Jemi krenar me punën dhe angazhimin tonë për gjatë këtyre 5 viteve. Dhe arsyeja e këtyre sukseseve është evidente. Shumica dërmuese bashkëpunëtorëve të mia janë gra. Dhe disa burra. Burra kampion të përkrahur nga gra jashtëzakonisht të forta. Por ta kemi të qartë që të gjithë, historia nuk fillon me ne. Para nesh, gratë e Kosovës kanë mbajtur mbi supe shumë më shumë se sa çdo mandat i yni. Shumë më shumë se sa çdo mandat apo përgjegjësi që mund të kemi ne sot. Kanë mbajtur familje, kanë mbajtur shoqërinë tonë, kanë mbajtur gjallë vetë idenë e lirisë kur ajo ishte më e rrezikuar.
Dhe në vitet e 90-ta, shumë prej tyre dhanë gjithçka. Dhanë edhe jetën. Atyre nuk u detyrohemi vetëm kujtes. U detyrohemi nderim nëpërmjet vazhdimit të punëve të mira, pavarësisht se ku do t'jemi. U detyrohemi të ndërtojmë një shtet i cili asnjëherë nuk e ndëshkon guximin, por e nderon atë. Një shoqëri që asnjëherë nuk e shtrembron të vërtetën, por e mbron atë. Një leadership që nuk udhhiqet nga frika, por nga përgjegjësia, dhe që është i gatshëm që për të mirën e Kosovës ta ndajë atë bashkë me të tjerët. Ky është standardi ynë, jo vetëm prania, por përgjegjësia në të mirë të shtetit dhe ndryshimi pozitiv në të mirë të shtetit. Prandaj të dashura gra e vajza, rruga përpara nuk është as pak e lehtë, por është e jona. T'jeni të sigurta që është e jona. Dhe gratë e Kosovës e kanë treguar çdo herë se ato dinë ta ecin këtë rrugë me dinjitet, me guxim dhe me një qartësi për t'u lakmuar. Vetëm kështu, duke ecur përpara, pas një frikë, me dinjitet njerëzor dhe në mbrojtje të së vërtetës. Vetëm kështu, nderohet e kaluara, nderohet dhe ndërtohet e tashmja, dhe mbi të gjitha ndriçohet e ardhmja për vajzat e gratë që do të vinë pas nesh. Ju falimnderit shumë.